Modelja dhe moderatorja Beniada Nishani ka bërë një deklaratë të fortë gjatë një interviste duke zbuluar se është në një proces gjyqësor me Radio Televizionin Publik Shqiptar. Ajo është shprehur se shkak për këtë vendim janë bërë problemet me pagesat për emisionin që ka realizuar në këto televizione. Kam pasur disa probleme me pagesat, unë kam një kontratë. Kam hedhur në gjyq RTS-n, nuk e kam folur publikisht deri tani, ka deklaruar Beniada. Sipas raportimeve, Beniada nuk është e vetmja që ka ngritur shqetësime lidhur me pagesat e paplota në Radio Televizionin Shqiptar, institucioni i cili aktualisht drejtohet nga Eni Vasili. Situata financiare dhe menaxheriale e televizionit publik është vënë në qendër të kritikave së fundmi edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili ka deklaruar se Radio Televizioni Shqiptar ndodhet në një krizë të thellë, duke mos përjashtuar as skenarin e mbylljes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.